kundërshtarët e mundshëm, Inter Club Descaldes, Levski Sofia, Arat Armenia, Saba, Zalgirisin, Sutjeskën, Eto Gjor, Iberia 1999, Egnatia nga Shqipëria, Floriana, Treflori, Vardari, Vitebsk dhe Atert Bisen. Kjo e fundit nga Holanda duhet tjetë. Ta janë kundërshtarët e mundshëm, qorti hidhet nesër në mëngjes. Në ora... Shke fundet e bëllërësisë për mduket? Po, Vitebsk, po. Ta dhe rapi një kundërshtarët hishtë? Po, gjithë. Gjithë. Kush mund tjetë skuadër e kalueshme për dritën? Qikëj Levski nuk ban mira, Levski Sofia një. Okej. Apo kupton, Saba, pashtu Azerbejxhan nuk ban mira. Gjor, Hungari nuk ban mira. Okej. Qëta kundërshtar. Që këtë Trefjori miron ashta e kish... Apo kupton, kundërshtarët matë mirë, janë Ararat, Zalgiris, Sutjeska. Po. Apo kupton, që Iberia nuk pe një klub Gjorgjian, se për flamurit pe di, por Liga e Gjorgjisë edhe luj një futbol teknik edhe kështu, por nuk pe një skuadrën. Aty janë disa Dinamo Batumi, janë disa ekipe Gjorgjisë janë shumë të mira, kjo skuadrë edhe re, ka formu që 20 vjetë, që 25 vjetë, kjo 99, në me thonë. Edhe kjo Floriana nuk është, Trefjori nuk është, diçka Vardarin e kemi pa këtu. Ashtë më mes e drita? Në nivel janë me dritën, besoj. Edhe me thonë drejtën liga jonë është me e fortë se liga Maqedonisë, kështu që i kësha dhonë për parësi dritës. Prof? Unë mendoj vetëm Levski është ekip më i fortë, kishte me qenë përballja më e vështirë, nuk kisha pas dëshirë me ra as Ignacia e Rogozhinës, por të tjerët mundet me eliminu të gjithë dritë. Okej, a i kemi edhe të ligës së konferencës shpejt, Florian, nëse i kemi... Azerbejxhanit, Po, po. Okej, tash do t'i kemi edhe të ligës së konferencës. Bulgarisë, Gjorë dhe që e të të furtë. Janë ndarë në 2 grupe.